Sot inshallah të flasim për një temë e cila na preokupon krejtëve. E shohim çështën e kësaj dynjaje, secili prej neve vrapon apo ka qef mas një karriere, mas një pozite të lartë. Edhe gëzohet kur arrin ato. Regjistrohet në shkollë të mesme, nëse regjistrohet medicinë, gëzohet ma shumë, po në gjimnaz edhe aty. E pastaj shtot me shkollë pa të lartë apo matulte. E pastaj vazhdon tek fakulteti, apo masteri, apo doktoratura, e kështu me radhë. Gëzohet njëri kur arrin një pozitë të ditonisë, pastaj gëzohet kur arrin të një pozitë e punës, e gëzohet kur arrin të një pozitë e lartë e respektit e të njerëzve. E këtë këto vallëni, jenë çështje kësaj bote që njeri gëzohet, lumturohet, apo i lehtësohet atina jeta e kësaj dynjaje. Por në ahiret, në ditën e gjykimit, ndryshon peshori. Nuk është e njëjta peshore që matet njëri në dynja, mu matet edhe te Allahu Azza wa Jall. Këtë dynja, njëri matet me karrierën e tina. Matet karrierën me pasurinë e tina. Ka mundësi njëri është shkencëtar, po nuk respektohet që respektohet një pasër. Është milioner, tonë gjonë ka, dy të shkollë si ka, po kur vjen një shkencëtar, nëse kjo shkencëtar dhe që ja flok ato pa krejko, s'ka pas vakt, të mësu. A këtë tjetër biznesmeni me kravat, me katesha, që o këtë kontë. S'përnëshmaj asë njëndër, qëllimi është që kështu, pa më parësysh njëre dhe më i parëfri me konë, të Allah që është komplet një kanal tjetër. Për ata, pejgamberi Esram një ditë Abdullah Mesudit, radhiyallahu anhu, i dha shkon një pemë, hype dhe merë diçka. Çka pat nevojë pejgamberi Esram. Kur hypin pemë, sahabët, kur i pon kom e Abdullah Mesudit, i kishte kom e holla, qeshën me të. Tha pejgamberi Esram, për çka po qeshni? Për kom të Abdullah Mesudita, vallahi ato në ditën e gjykimit janë më të rënda tek Allahu Azza wa Jall se sa kodra e Uhudit. Se sa kodra e Uhudit. Komte Abdullah Mesudit, radhiyallahu anhu, kodra e Uhudit vllazni. Gat është 7 kilometra. Gjërë është 2 deri 3 kilometra. Lartësia e sajna është 1077 metra. Komplet që kjo nuk peshon tek Allahu Azza wa Jall as sa kom të Abdullah Mesudit. Peshorja të Allahu Azza wa Jall është ndryshe. Peshorja tek Allahu Azza wa Jall është imani i njeriu, devotshmëria e njeriu. Për ata pejgamberi Esram për me pyet sahabë për mjau çel sy që shkojnë në sahabë, ka kalu një njeri ka thonë çka po mendoni për ta, çka thoni ju, çfarë njeri është ky mesin e ju. Jo për me bukibet, po për me njoft njerëz që janë tek njerëz edhe që janë te Allahu Azza wa Jall. Dhe vallahi ju dukmi Allahut, kjo është njeri i nartë na. Kur fol ky na heshte me ngojna. Me vë me kërku diçka na ja plotësojna. E ngojna çka thot, çka urdhën. Me lypë në një se kush ku do që tripa i e jahme. Njeri i vrim. Heshti pejgamberi Esram. Ka një person tjetër. Edhe e pyetje për të çka mendoni. Qysh o këtë kjo? Vallahi e dumi Allah të kush se nga. Monet me full kësot të kush kënena një në vesh hëneni tjetërin dhe. Me o me lidhëm se si jam kush. Tha pejgamberi Esram, vallahi, kë është ma i rëndë tek Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit se sa komplet tokën me mush me çiftin atij tjetër. Kjo është kanali Allahu Azza wa Jall. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah nuk shikon fizionominë e juve, e as trupin e juve, ai e të fuqishëm ai ju. Po shikon zemrat e juve dhe devotshmërinë e juve.
Ibrahim a.s. ka qenë soni një mëtë. Ka qenë një vetëm, soni një mëtë. Hajde këtë pejgamber e Allah të zërgjë. Po pejgamber a.s. Thot Said ibn Zeidi, kom shku me Omer dhe Allahu, me pyt pejgamber a.s. për Zeid ibn Amr. Zeid ibn Amr. Ka thonë pejgamber a.s. Ky ka marrë ditën e gjykimit, soni i mëtë ky i vetëm. Qka po punë e këti njëri? Së thëtë Zeid ibn Harith, që e ka shoqëru pejgamberi a.s. të njëtër. Thëtë isha duke shku me pejgamberi a.s. Edhe aletëm të një vend ku prejhen kurbanët, në po folë kjo para islamit, para se më orë pejgamberët Muhammed a.s. para se më zbrit. Thëtë edhe me një vend ku prejshin kurbanët për hirë puta të tjerë, për hirë zotra që i adhoreshin ata. Tha dhe takoj pejgamberi a.s. Zeid ibn Amr. Edhe e pyti, tha pse Kurejsh, banor e Mekës, po largon për te, s'po të flasin ty, nuk të respektojnë ty. Tha për shkak se one nuk i adhorej zotat e tyre, që adhorojnë ata. Thot kam shku në Jethrib, në Medinë, që është shkujt më herët Jethrib, aty kam banu disa për jahudive. Thot kam shku të këta për me lyp se a adhorojnë zotin e vërdet, thot e kom po se kanë deviju për rrugës Allah, për rrugës zotin. Thot shkova në Sham, apo në Jordanin e sotme, për me shiku të krishterët, tha ata kishin fillu me deviju rrugën e Ibrahimit a.s. Tha dhe morjetu me shku të një plak i vjetër. Kure pyta ato se une po du ma adhuru një zëtë, mos vi po shok ati. Tha ti po dënë dikën që e pasën rrugën e Ibrahimit a.s. Thot shkon vendi ku jeti, në Mekë. Thot sepse në qato vende ka me dalë, edhe po pritët me dalë, apo ka mund si u dalë një pejgamber, që quhet Muhammed apo Ahmed. Thot kë, Zeid i kujtë thot? Zeid ibn Amr i thot pejgamberit a.s. Pejgamberi a.s. halon nuk i ka shpallje. Pejgamberi a.s. për pyt, pse ju ndarku për teje, njerëz. Edhe i tha jo morë këto halon s'ka dole, pejgamber po pres, edhe one i bisejt dhe Allah të zërë, qka s'ka dit? S'ka dit ma shumë. Ka dit veç që mjero sejt dhe Allah të zërë, s'ka dit namaz, s'ka dit agjerim. Thot, shumë i pejgamberi a.s. Zeid ibn Harith, thot i ofrova një mësh që i këshim pjek mushrikat që i kanë dherë për banë për i tjetër kujna të kajfa jo në ka, mishna që i ofrerë për zotra tjerë. Po në ha mishin qka ortherë vesh me në emër të Allah të zërgjë. Pejgamberi a.s. Pasaj, tha shku me pejgamberi a.s. thot Zeid ibn Harith, shku me pejgamberi a.s. për me bot të vakë në Mekë, e që Mekëja ishtë e mbushur me puta. Me qindra, për ka pas putra, zotra që e ka në vërru tjetër për përvec sa Allah të zërë. Prapë se vërru ka bot të vakë. Edhe e shku Safa dhe Merve. Thot Safa dhe Merve, jo konë 2 puta, që kush ka bot Safa dhe Merve, e ka prejk një dhe botë, kur ka shku të Merve, e ka prejk tjetër, për bereqet. Thot Zeid ibn Harith, thot shkova, edhe e prejka, pejgamberi së më fa mos e prejk. Pejgamberi së ka qenë i mbrojtën për gjynohë, nuk i ka boshët të Allah të zërgjë, edhe sa nuk i ka orë pejgamberdur. Thot Zeidi, thot shkova, Merve, do shta me qyrpës, pejgamberi së po maletësot, do shta me prejk ato, thash mos me prejk, mos e prejk. E për këto i thash, e pëtëm pasaj, Zeid ibn Amri, ka vdek 5 vjetë para se mi orë pejgamberët Muhammed a.s. Edhe ka pyet pejgamberi a.s. Qka punë e tina tash?
ata të cilët kanë vdek edhe nuk e kanë adhuru tjetër këmë përveç Allahut Azza wa Jall. I vetëm, veç vetë. Vllazni veç vetë ti me konë familjen tënde, që i falë namaz, është e rrë. Për shkak se do të kuqu vetë, e s'ka dikush që po të thot e hajde nëse u hi namazit ta përkujtën, ose hajde se po të namazit, a i ke falë drejken, a i ke dinë se do me të hi kindia, se ke falë drejken. Apo shëshnin tonë që i e veç të dush kuqu me mora të s'mu falë. është e rrë edhe pse, gjamiet të mushtave me gjematë. I po shëshnin tonë dhe kër i vetëm është e rrë, para menoti, Zejdi ibn Amri veç i vetëm, komplet në qytetin e vetë, komplet në shtetin e vetë. I vetëm, të adhuru Allah dhe të i rostetit, kur që s'ka ditë ma shumë. Për ata, ka thonë për jove sronë, këj peshon të Allah dhe gjelë, son i gimet. Kjo është kuha, ku pejgamberi a.s. ka thonë para kiametit, kër e nisi shërët e mlajat kiametit, për shërët fundit kiametit është ngritën koronat. Për një ditë Allah zëll i mërë këtë koronat, në komo koronat. Edhe Allah zëll i amërë shpirtin djetarë, s'komë kush jam mësën islamë. Edhe thot pejgamberi a.s. ka me pas për pleqve, qka bargjysh për bargjyshit e trashëgojnë fejnë, edhe nuk di tjetër sen përveç se la ilaha illallah. Qika është? Heq nuk di. As qka është namazi, as qka është agjerimi, as qka është harami, as qka është halal dhe sen nuk di. Veç e di la ilaha illallah. Pyse sahabët pejgamberi a.s. Kjo pyetje është shumë interesant. I sahabët për me ngu këtë hadith, të të dërmi Allahut, veç me fjallën e Allah që ka i bërë dobi kjo fjallë, ditën e gjykimit. Pa namaz, pa agjerim, pa bose vape, pa u largu pi gjynohë, veç fjallën e Allah që ka i sjellë dobi. Thot kjo fjallën e Allah është shkaktar që me hingjën. Për shkak se nuk kanë dituni. është ngri Koran, s'ka mundësi me lexue çka është halal dhe çka është haram. Për ta vazhdim karriera jonë, arritjet e tona në këtë botë, përfundojnë momente kur ty të largohet kjo karrierë, dhe në pension mo, se ti kërkujnë apër ty se që aji e drejtar, aji e kryetar, ose 4 vjetë shkujnë, u kry kryetar në të mo. Kush asë përshëndet, sa e kryetar, o kryetar, apo njëda e mira, kush s'ka përshëndet? Ta që i bu kryetar, i bu një farë drejtorit përshëndesit tonë. Si të kryet 4 vjetë, mos të këshyrë kërkush. Përfundon me kaqë. Maksimumi, përfundon o me vdekin tonë. Ato janë nisë një karierë tjetër. Ato është karriera dhe vëshmërisë. A mënë më bashku këtë tyja? Po mënë më bashku. E për të të flasim këtë për në dytu e unë në kohën e të postat për Allah i u në Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ba'd. Vëllezër islami, nuk ka që njeri më dhonë vetëm mas ahiretit më haru dënjon, e asë mos më dhonë mas shumë të me dënjon më haru ahiretit. Për ata Allah s.w.t. thët edhe kërpej atë që ka dhonë Allah dhe gjenetin Allah në ditën e gjykimit, wala të nëse nësibe kërë e dënja dhe mos haram edhe pjesën tonë dhe dënjos. Për ka mundësi mu bashku dhe të. Po zbanë në haru as një të tjetër. Zbanë më dhonë as dënjos më haru ahiretit, as banë më dhonë shumë mas ahiretit me haru dënjone më po mi fjojsh për tjetër kërë. Për ata e para fjojnë, që i ka sprit pejgamberi e sot ka thonë jetëra, leco, studio, mësën e në të Allah të zërgjit. Me mësu, me studiu, me përparu, si imet, si shëshni, në më të Allah të zërgjit, në më të Allah qka? Momenti kur përparën, mos mi një hak dikujnë. Dhe disa e komentojnë në më të Allah dhe qështet fejsë. Jo, edhe qështet dynjos. Në më të Allah që ti me posë sinceritet, për jetë të Allah që asë të dim që ka përë. E mos mi një hak dikujnë, gjatë i studime, gjatë sasoj pune, gjatë sasoj karriere që ka e përë ti. Për ata këtë dyja, ka mundësi mu bashku. Këtë dyja i ka bashku edhe sahabë.
Omer Vllanu ka qenë tregtar i madh. Omer Vllanu ka qenë tregtar i madh. E kjo nuk i ka bërë që ai mu largu mbi namazit. Apo sahab tjerë. Plot, sahab ka pas që ka qenë tregtar. Këtë ka bënu, ose ka nejtë të shpije. Shqyqyrë të pas ke vakë po folë. Lakmi për ta, ma fukë që kjo s'ko vakë. S'ko vakë 5 minuta. Në dite, apo 25 minuta që 24 orë mi vequ për Allah në zërë. Një namaz 5 minuta së me ma shumë. Që kjo, është që e karriera që kene postin ditën e gjykim. Dhe jam e së në thot, i pari sen që ka kom pyt njëri, në ditën e gjykimit është namaz. I pari sen, karriera ju dhe e njës me namaz. Te me ndonë këtu se, unë jam doktorisht në Allah, unë e me rosejta, e me i gjami me gjithë të na, me bidatin, rëdhënë te kam pas mushrikat. Te kam pas mushrikat, kërë kam pas bidatin rëdhënë të hitë e pejgamberi e sëram. Zezak, të hitë e pejgamberi e sëram. Të e përshëndet pejgamberi e sëram. Ka unë më barazu me këta, kur hitë se pranë këtë vejë. E cila i barazën njerës, i bëtë barabar të varfën e pasën. A i cili është drejtër i shkenca, edhe një tjetër i cili punën punë thjeshta, unë me hi bashkë me një safë me ta, e me rase ishta, e me shku në haqë bashkë me ta, e s'ka shansë. Kjo është me të masia që e ka bo mushita nëse për mision. Kjo është vllazni simbol i haqët edhe i umrës, kur njëri shkon edhe i vesh i hramat i desh komplet teshat, me të regu se momenti kur vdes as diplomën as kullës ke mo me vetë. Qatë qëfim ke mo. Qëto kina ka me na mbulu neve, e kena me dojnë me para Allah dhe zërgjel, me qitë karierën, me karierën e imanit, me karierën që ti ki punu për jetë Allah dhe zërgjel. Për ato të zdi, shpesh herë në tonë, dënjoja, familja, dhonët mas kësoj dënjoja, dhonët mas familjes, dhonët mas karierës, me harru Allah në zërgjel. Për ata të punujna për dënjo, so kena me nejtë këtu, e të punujna për ahiret, so kena me nejtë ati. E të përgatisim vend në ahiret, ashtu sikur se një prej djetarve, kur thuhet se në Surja për Harun e-Rashidit, e ka pyet një djetar, ka thonë në ajtëni, këshillam diçka. Ka thonë kuj ki babalarët e tu. Ka thonë qërë, në atje, vorët, atje kam vdek, Allah i më shirur. Thote, babalarët e tyne ku janë? Thotë që aty janë, korina natash. Thotë, mes kësoj periudhe, prej babalarët në varë, nuk është ku e kotë, e shkurë. Ka jetu 30 vjetë, 50 vjetë, 60 vjetë, që ato palatë, për 10 vjetë e s'kam në më marrë palatë. Ka jetu që ato palatë, edhe 100 vjetë, edhe 1000 vjetë, me jetu këtë një, një dhe kina me një kina milion krejtë. Për ata, vllazni, e lusim Allah në zërë, na më shiroj, na falë, e të herë me të shëndosh, e të na bojë për aty në cilët kanë karierë, edhe kanë peshtë e Allah vazëgjë. Peshtë në dynjo, sot njëri të atem, nesër nuk të atem. Sot të respektor, nesër nuk të respektar. Pa Allah dhe gjelë me të respektu, kanë me të respektu pastaj, që shka thonë pejgamberi e sëram, kur një Allah dhe gjelë e dënë në robin e vetë. I thotë me laqët, o me laqët e mija, une e të robin të në dhe. Kur të dojë me laqët, pastaj i shpërndohet dashnia dhe mes njerëz. E dënë një njëri si të shetë, betu që do, ose di, se ka hi zemër njëri mirë për dojë. Për shkak se ka vepra të mira që i bëna i mestina mes Allah dhe gjellë që Allah dhe gjellë dhe. Pra ta vllazni, t'ja nisim me punu për karierën tonë ditën e gjykimit, që me në dashtë Allah dhe gjellë, e me peshu të Allah dhe gjellë, ju sa kodra kute se nuk bojna në vepra, ashtë që shkando sa Allah, po s'pati mu mundu, mi përgjasu ata, e me ndjek rrugën e ty në rrugën e pejgamberit sallallahu Allah në falë, e në forcu në rrugën e tina, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum.